Shkolla e mesme artistike Fehim Ibrahimi i dhuroi qytetit të Gjirokastrës një shfaqje të vërtet nëpërmjet një aktiviteti të dyfisht. Ky aktivitet përfshinte një koncert instrumental dhe një ekspozit me punimet më të mira artistike të nxënësve, ku binin në sy punime në skulpturë dhe piktura në tejlha, në të cilat paraqiteshin kryesisht portrete, por dhe tema e natyrës. Sipas drejtorit të kësaj shkolle Bujar Dudumi, aktivitetet live ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor dhe nxisin talentet e reja të punojnë më shumë për të arritur nivele të larta në lëndët profesionale. Në kuadër të projekteve shkollore, por pse jo edhe të gjallërimit të jetës kulturore artistike të shkollës dhe sidomos të qytetit tonë, mësues nxënës të shkollës së mesme artistike Fehim Ibrahimi organizuan sot një aktivitet të dyfisht, koncert vokal instrumental me pjesë dhe are nga artistë muzikantë të vendit dhe të huaj, si dhe një ekspozit me punimet në artet figurative, me punimet më të mira të nxënësve për këtë vit shkollor. Tashmë është viti i dytë që ne organizojmë aktivitetet të këtij lloji, sepse e ndjejmë se janë aktivitete të cilat ndikojnë direkt në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor në këtë shkollë. Kuptohet që aktivitetet të kësaj natyre, aktivitete live edhe për nxënësit janë tepër interesante, por edhe për publikun, dhe kjo i nxit nxënësit për të performuar arritjet e tyre në shkollë, por para publikut, para prindërve të tyre, para mësuesve të tyre. Pra ne kemi gjetur si një mënyrë për të nxitur talentet e reja, për të nxitur të gjithë nxënësit e shkollës që të punojnë më shumë për të arritur nivele më të larta në lëndët e profesionale. Shkolla e mesme artistike Fehim Ibrahimi është e vetmja shkollë në Gjirokastër që i dhuron qytetit të Gurtë jo vetëm talente të reja, por edhe aktivitete artistike.